Brumi i picës do të më nejten mas pakti është 24 orë. Dhe më thonë levitacionin e bëna në mënyrë naturale, se është me tharë brumit edhe do të me konë 24 orë nuk e shërbej. E preferoj me thonë klientit të mbje shumë keq, është restoranti, është kuzhina, që do të shka tjetër, po për pisë nuk më shërby. E kam këtë sistem, nga njëherë marrë kritika nga shtafi, dhe të për çfarë arsye bëj, po unë jam i tillë që kam dëshirë me thonë jo, kvaliteti është mbi të gjitha, kështu që nuk muj me hupen titlin apo emrin tem për një tavolinë që më ka orë 5 vetë ose po 6 vetë. Me këtë qarë i tham po nuk muj me të shërby, për shembull, në rast se nuk është brumi në atë limitacionin që dohet. Çka ja Armenia, a jena të shkon rrugë du nasin Kosovë, restoranet, hotelleria, gastronomia në përgjithësi? Po qure, unë më të thonë vërtetën në Kosovën, kjo është vend shumë i bukur, e pa të dhe vetë pozicion që kërkët i bukur mirë, po për mu Kosova është njështi. Kosova për mu është, nuk e nrej me një therë, të kaqës apo në morizit, nuk e nrej për shembull Kosovën me këtë vend. Kosova është për mu njështi. Unë kur shkoj në Kosovë, po kam dëshirë me shku në për pizzeria me hangër bok. Po jo që me pëlqejnë asë shumë pizza për punë që unë të shëti jam që 8 vite me pizzeria, po kam qef në njëherë mi sugjuru ose mi këshillu ose me provu dhe cilësinë të pizzave, apo din. E kështu që në Kosovë ka nevojë për mu klasifiku, ma ta thonë të vërtetën ka njëherë, me të vërtet njeri pa ndiku një pizzë që bashkon është një dita 2 njeri sa mu të më ardhen vejtë, apo din.